Maja. Maja. Mirëse. Kam ardhur pres flokët. Në mes tuaj kam qëndruar. Dhe jam duke përvëlluar. Mos qajna. Unë do ta sjell dorën time. Ju jeni aty Adit? Pse pyet? E dini ju që ekonomia? Nuk e po që të thënë, ha? A i mbante më që kishit fjetur bashkë? Mos. Qofse ti do ta merri vesh të vërtetën, atëherë historia jonë do të merrte fund përgjithmonë. Par ditë me ju ka vazallal. Po të shef keni të futni hund punë të qeverisë. Radio Televizioni Shqiptar sjell ekskluzivisht një nga serialet më të suksesshme të viteve të fundit nga Mediaset, Fosca Innocenti. Në një qytet që duket si kartolin, krimi nuk bën zhurmë. Një skuadër hetimore e drejtuar nga gra dhe në krye të saj, Fosca Innocenti, e pa trembur, e pa lëkundur, e vendosur të shkojë gjërave deri në fund. Fosca Innocenti, në interpretimin e Vanessa Incontrada, kur drejtësia ka një fytyrë, nuk ka nevojë të bërtas. Së shpejti, në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar. Radio Televizioni Shqiptar rikthen në jetë filmat dhe prodhimet e vjetra të arkivit përmes procesit të digitalizimit. Në kanalin zyrtar të Radio Televizionit Shqiptar në YouTube, do të gjeni veprat e çmuara, duke u bërë të disponueshme për të gjithë, brenda dhe jashtë vendit. Nuk do të shkruhet me këto shkronja. Trashëgimia kulturore shqiptare do të ruhet përmes digitalizimit të prodhimeve të Radio Televizionit Shqiptar. Ju i keni të gjitha kushtet. Proces që afron brezat me historinë dhe u jep filmave klasik një publik të ri. Do të merr më shumë edukimin e dialektit. RTS Filma, dritarja që bashkon klasiken me modernën, në kanalin zyrtar të Radio Televizionit Shqiptar në YouTube.